një arsye tjetër është që duke mos u votuar juve, po dojnë që ta bllokojnë Sudikutin që të marrë edhe një mandat si kryeministër. Ku qëndron problemi është tek ju si grua, apo tek Kurti si kryeministër? Shihni, sa i përket kësaj çështje ne kemi thënë në vazhdimsi. Qëllimi është që të pamundsohet qeveria Kurtit 3. Dhe krahas kësaj, këta nuk kanë mundur që të deklarohen hapur që janë kundër qeverisë Kurtit 3, ta themi që nuk kanë mundur të thonë që po e bllokojmë konstituimin e kuvendit sepse po na pengon qeveria Kurtit 3, ndonë se kjo dihet, por kanë përdorur forma të tjera të ndryshme, edhe sulme të cilat unë s'do të flas tutje, sepse besoj që kemi folur mjaftueshëm. Për mua nuk është vetja ime, nuk është kjo çështje individuale. Për mua është e rëndësishme dhe për vetë vendosjen që të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës në mënyrë që pastaj t'i hapim rrugë themelimit apo formimit të qeverisë re, qeverisë Kurtit 3, por duket që këta janë bashkë, janë mobilizuar me inat dhe po përpiqen maksimalisht që të pamundsojnë që qeveria Kurtit 3 të bëhet. Si mund të ndalen këto inate politike? Unë besoj që është e rëndësishme të kemi takime, të kemi diskutime, të kemi, si me thënë, vullnet për të dalë nga kjo situatë. Ne kemi thënë në vazhdimsi që jemi shumë të hapur që të takohemi me secilin prej subjekteve politike. Kryeministri Kurti vetë i ka ftuar në takim, ka ftuar edhe DDK-n për marrëveshje politike, por të gjitha propozimet tona janë hedhur poshtë, gjithsesi nuk janë pranuar. Prandaj në njërin anë flasin se si zgjedhja e kryetarit të kuvendit duhet bëhet me marrëveshje dhe në anën tjetër nuk marrin mundin që të vinë as në takimet që ftohen nga lëvizja vetëvendosje. Atëherë unë nuk e kam të qartë sinqerisht se çfarë pozicioni ose cili është qëndrimi real i tyre në këtë drejtim, por besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës presin nga ne që ta konstituojnë kuvendin. Kjo do të ishte e favorshme edhe për vetë deputetët e opozitës, sepse ju e dini që kuvendi e ka mekanizmin mbikëqyrës. Pra përgjegjësia kryesore e kuvendit është mbikëqyrja ndaj qeverisë. Pra nëse duan ta mbajnë përgjegjëse qeverinë, natyrisht që është e rëndësishme që të konstituohet kuvendi dhe pastaj me mekanizmat që ka kuvendi të kontribuojnë që ta mbikëqyrin punën e qeverisë të Republikës së Kosovës. Sot ngrisin çështje të cilat me të drejtë janë të rëndësishme, por ama ne ta konstituojmë kuvendin dhe pastaj bëjmë debate, bëjmë komisione apo gjithçka tjetër në mënyrë që roli kuvendit të jetësoj. A mund të bëhen dy palë zgjedhje me njëherë, meqense sot pritet të caktimi datës së atyre lokale? Mund të jetë kjo edhe data atyre qendrore mbase nëse s'arrihet kur farë marrëveshje? Për neve ka pas rëndësi që të konstituohet kuvendi dhe të formohet qeveria. Megjithatë, duke pas parasysh që mungon vullneti i opozitës, duket nganjëherë që as nuk e pranojnë rezultatin e zgjedhjeve. Dhe me këtë çështje nganjëherë çon mendja mos edhe nuk e pranojnë rezultatin e zgjedhjeve të shkurtit, por nuk mund ta thonë si qëndrim. Sot kemi ftesë nga presidenti Osmani që të takohemi pra në orën 2, të flasim për datën e mundshme të zgjedhjeve lokale. Ne do të jemi të pranishëm në këtë takim. Besoj që është e rëndësishme që partitë politike të dëgjohen, të shohim se cilat janë propozitimet e tyre për datën e mundshme të zgjedhjeve lokale, por nuk përjashtohet, si me thënë, situata ku mund të mbahen të dyja bashkë. Ne nuk jemi kundër sinjalizjeve vendosje, nuk është qëndrimi jon primar, por në qoftë se dhe nuk konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës, atëherë edhe një zgjidhje tjetër janë zgjedhjet, ndonse ne e dimë që pa u konstituuar kuvendi nuk mund të shkohet në zgjedhje, por kjo mund të bëhet lehtësisht me një marrëveshje të rregullt.